shumë e gjerë. Ka kaq shumë gjëra për të folur dhe kaq shumë gjëra për të mësuar. Sa realisht domethënë mua për shembull ka ndihmuar shumë sepse është një gjë në jetën që jemi, të jemi sa më shumë rezilient, nuk e di a keni dëgjuar fjalën reziliencë, po fjala reziliencë është të që ti në situata, domethënë në të gjitha situatat e ndryshme të jetës, të kesh aftësi, të kesh truri, elasticitetin e duhur për të kaluar nga një situatë tjetër, nga një gjendje tjetra. Nga një gjendje stresuese të qëndroj për shembull më në mes të fortunës, po të arrit të qëndroj tamam, domethënë në forcën e vet. Përshëndetje të gjithëve. Edhe këtë bën po rezilienca është anglisht. Nuk e di si është shqip reziliencë. Këtë se kam gjetur akoma. Qëndrueshmëri, forcë, qëndrueshmëri, rezilienca mund të jetë tip qëndrueshmërie. Dhe qëndrueshmëria e sistemit nervor ka të bëjë shumë me nervin vagus dhe ka të bëjë shumë me shërimin pasaj të ankthit, të depresionit, të ndjenjave, të çdo lloj stresi, domethënë përballimi i stresit nga jashtë lidhet shumë me nervin vagus. Dhe sot faktikisht do ju tregoj një dy metoda metoda të tjera për stimulimin e nervit vagus. Do bëjmë në fund një meditim i cili kam futur aty disa elemente, është shumë i bukur. Kam futur element me frymëmarrje, kam futur edhe element pak me fëmijën e brendshëm, sepse ka të bëjë domethënë shumë me që sot ishte pak tema për anktin. Doja të shpjegoja disa gjëra për ataket e panikut, për mënyrën se si mund ta përballojmë një atak paniku dhe këtë mund ta kisha bërë në një video të shkurtër, por thash është më mirë live, sepse live domethënë arrin ta shpjegosh pak më qartë. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma. Atëherë sot doja të shpjegoja pak vazhdimin për nervin vagus. Dhe si e tham, nervi vagus është nervi më i gjatë në organizëm dhe është faktikisht shërben si një buton rigjenerimi. Pra në qoftë se ti arrin edhe di domethënë të gjitha ato pika, të gjitha ato pjesë domethënë në trupin ton, të gjitha ato teknika se si mund të punosh me trupin, mundesh realisht që të rigjenerosh komplet trupin tënd në një gjendje relaksimi. Në një gjendje paqe, shërimi, qetësie dhe qëndrueshmërie. Është shumë e rëndësishme pjesa e qëndrueshmërisë. Po doja ta shpjegoja përse ne për shembull kemi shumë të vështirë ndonjëherë të përballojmë mendimet negative, sepse kisha edhe shumë pyetje, përse ndonjëherë kur kemi situata të ndryshme, kur dikush na thot diçka, ose situata të ndryshme stresuese, ose përse kur kemi mendime negative, nuk arrim dot ta mbledhim veten. Këtë dua ta shpjegoj sot, përse ne në një farë mënyrë i lëshojmë ankthit, përse i lëshojmë stresit, përse i lëshojmë depresionit. Cila është ajo gjë që ne na bën të lëshohemi, sepse truri do të kuptojë një gjë, domethënë. Unë në momentin që kam kuptuar si funksionon të truri, kam arritur shumë thjesht, pastaj që ti të mundesh të ngrihesh në një gjendje tjetër. Mundesh shumë mirë të tejkalosh gjithçka. Po sot doja të shpjegoja pikërisht si funksionon truri jon në aspektin e emocioneve të ulta, që shkaktojnë ankth, stres dhe depresion, dhe përse neve nuk arrim dot që ta mbledhim veten. Cila është ajo pjesë e trurit që neve na pengon që ta mbledhim veten. Cili është procesi që ndodh. Edhe doja ta shpjegoj, dhe kur ta kuptoni këtë, do e kuptoni shumë mirë pastaj se çfarë të bëni dhe pse do ta bëni atë gjë. Dhe sot do ju kaloj te të gjitha fazat, do ju shpjegoj si funksionon truri, shumë thjesht, çfarë të bëjmë, sepse është një programim aty, është diçka brenda në trurin ton që është regjistruar, është një memorie aty, dhe ajo memorie, ajo na bën që të kemi stres, të kemi ankth, ajo memorie na bën që ne të reagojmë me ndjenja të ulta, ajo memorie. Dhe do ju tregoj se ku ndodhet ajo memorie dhe si mund ta ndryshojmë dhe çfarë mund të bëjmë. Dhe pastaj kam disa gjëra, kam përgatitur disa gjëra të lezetshme.
sepse janë të komplet mendja jon ta mendojmë si një makineri, si një program. Është komplet mendja është program. Nuk është një organ në trupin ton, i cili ka një funksion të caktuar. Po ne i kemi dhënë shumë përgjegjësi. Domethënë më shumë përgjegjësi se ç'duhet i kemi dhënë mendjes. Dhe nuk meriton aq shumë përgjegjësi. Kështu që duhet ta kuptojmë domethënë kush është përgjegjësia e mendjes dhe kush është përgjegjësia jon. Do them pastaj 3 pika që janë shumë të rëndësishme, që nëse këto 3 pika zbatohen, me kalimin e kohës, me kalimin e ditëve, juve do arrini që të dilni domethënë nga ankthi, depresioni dhe emocionet e ulta, do arrini shumë mirë që ti menaxhoni. Kështu që e kemi sonte si një mini training. Atëherë, çfarë ndodh? Kjo është pjesa tek truri. Do të shpjegoj domethënë nga nisja, nga fillimi deri në fund. Gjithmonë pjesa e ankthit, depresionit ose stresit, çdo ndjenjë e ulët, dikur ka qenë një moment që e ka patur fillesën. Domethënë ka qenë një ngjarje fillestare që e ka aktivizuar atë gjë. Tani, në përgjithësi për shembull për në situata reale stresi, e zëm po ta marrësh për një kafshë, është një kaproll edhe i vjen del domethënë luani për ta ngrënë. Edhe luani është ngjarja fillestare, që i del domethënë kaprollit për ta ngrënë. Dhe në atë çast, kaprollit i aktivizohet ai sistemi që do them pastaj. Dhe ky sistem është sistemi që lufto, ik, vrapo, je në stres. Aktivizohet komplet adrenalina, e mbush gjithë trupin e kaprollit, e mbush gjithë adrenalin dhe ai fillon domethënë që të vrapojë, të ik, kërkon domethënë që të shpëtojë jetën e vet. Dhe kjo është shumë e mirë sepse të shpëton. Domethënë është një reagim që ne na ndihmon që të mbijetojmë. Pra reagimi fillestar ndaj ngjarjes fillestare realisht të ndihmon të mbijetosh. Por çfarë ndodh me kaprollin? Kaprolli pasi ikën rrezikut, rikthehet në jetën e vet, rikthehet në jetën normale. Nuk është se vazhdon domethënë të ri kaprolli të haj bare dhe të mendoj për luanin, po ai luani si më doli, po tani si do t'ja bëj, po sikur të më dali prap, po kaprolli nuk e mendon. Po sikur të më dali prap, po sikur unë mos kem fuqi të vrapoj, po sikur kështu, po sikur ashtu. Kaprolli nuk mendon fare. Domethënë zero. I iku rrezikut, iku pastaj ajo, nuk është se nuk mendon më. E vetmja qenie që mendon jemi ne mendojmë, ne e mbajmë domethënë brenda nesh, brenda vetes tonë atë memorje. Dhe është ajo memorje që ty të vazhdon të shkaktoj ankth, stres, depresion. Dhe për shembull, e zëm, se e bëra shumë. Tani për shembull, si vjen ngjarja fillestare, si vjen impulsi fillestar? Vjen nga senset, nga shqisat tona, nga syt dhe nga veshët. E zëm për shembull kur kemi qenë fëmijë, kemi parë një moment për shembull, nuk e kemi ditur se ç'o kemi bërë, po kemi parë mamin që vjen shumë e inatosur, i ka syt domethënë kështu shumë të inatosura, mund të ketë duart vepron në një lloj forme. Edhe shikoj mamin që na vjen në mënyrë shumë të inatosur, edhe duke ndoshta ndonjëherë duke bërtitur ose diçka. Tani dëgjojmë të bërtiturën, shikojmë fytyrën, analizojmë shumë fytyrën. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që kalojnë, domethënë komplet të gjitha këto ndjesi nga syt dhe veshët, kalojnë te talamusi. Dua që ta fiksoni mirë domethënë çfarë ndodh në trurin ton. Kalon në talamus. Çfarë është talamus? Është një pjesë në tru që kontrollon. Çfarë kontrollon? Në këtë rast i kontrollon pse po më vërtet mami dhe kontrollon. E ka mbyllur qesen e bukës? Edhe shikon, fillon kujton domethënë e ke mbyllur qesen e bukës apo s'e ke mbyllur qesen e bukës? Nuk e di domethënë. Ai ka ndodhur ndonjëherë domethënë dikujt me çaj keni pasur me qesen e bukës apo me rrobat e hedhura që si keni hedhur te koshi ose s'keni bërë diçka. Nuk e di se çfarë mund të keq, po kontrollon, domethënë këtë e kam bër, e kam mbyllur këtë, e kam mbyllur atë, dhe në qoftë se talamus i gjen që ti s'e ke mbyllur qesen e bukës, atëherë bëu gati, sepse informacioni ç'a do bëj domethënë, do vej tek korteksi.
do vete korteksi. Korteksi cerebral në tru është perceptimi. Dhe ti tani këtë gjë, si e percepton, fillon analizon. Okej, unë nuk e mbylla qesen e bukës, edhe mami po më vjen duke bërtitur. Tani kjo është një situatë rreziku. Ti e percepton. Pra perceptimi është perceptim rreziku. Kjo është tamam procesi se çfarë ndodh, domethënë. Kjo është memoria fillestare. Dhe e percepton rrezik. Në momentin që e percepton rrezik direkt korteksi, shkon gjithë informacioni, shkon në amigdal. Gjithë informacioni shkon në, gjithë vëmendja jote, e gjithë fuqia jote, gjithë shka shkon në amigdal. Tani çfarë është amigdala? Amigdala është vendi ku janë emocionet tona më të thella. Është ku është frika, është turpi, është faji, është gjithçka, domethënë është amigdala. Dhe shpërthejnë ato komplet, domethënë frika, turpi, faji, bëhet domethënë bëhet një fest aty, quhet ajo shpërthimi i amigdalës, dhe aty pastaj amigdala komplet domethënë vërshon në gjithë trupin ton, në gjithë organizmin ton, vërshon komplet të gjitha ato kimikatet e stresit. Dhe kjo ishte memoria fillestare. Kjo ishte memoria fillestare dhe truri çfarë bëri? Truri e fiksoi fytyrën e mamit, fiksoi të bërtiturën, fiksoi ngjarjen. Tani, me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, për shembull sidomos në disa raste, për shembull kur kemi qenë të vegjël, nëse kemi pasur momente me zënka në shtëpi, me dhunë në shtëpi, nëse kemi pasur realisht nuk kemi ndier të sigurt në shtëpi, fëmijët që nuk ndihen të sigurt në shtëpi, çfarë bëjnë? Shohin shumë shprehjen e fytyrës. Realisht fëmia shikon shumë shprehjen e fytyrës dhe analizon ndryshimet më të vogla të shprehjes së fytyrës. Dhe në qoftë se ju tani e keni vënë re me kalimin e kohës, tani kur jeni rritur, e ndjeni që dhe ndryshimet e fytyrës të pjesëtarëve të familjes juve ju shkaktojnë një lloj stresi, një lloj ankthi. Pse? Sepse është pikërisht ajo memoria fillestare që juve keni kapur disa momente ku jeni sulmuar, ku jeni ndier, domethënë keni ndier një lloj sulmi, edhe truri e ka regjistruar. Pra truri regjistron ngjarjet fillestare. Dhe ngjarja fillestare është aty në formën e një memorie. Dhe kjo memorie aktivizohet her pas here. Dhe kjo mund të aktivizohet, realisht domethënë kjo mund të aktivizohet me shefin tek zyra, mund të aktivizohet me një zënk me shoqërinë, mund të aktivizohet është një memorie që aktivizohet vetë. Nuk është se, për shembull, nuk ka lidhje, absolutisht nuk është çështje personaliteti, nuk është çështje sa të Zot jemi ne të përballojmë situata, nuk ka lidhje me atë. Të gjithë jemi të Zot të përballojmë çdo lloj situate, të gjithë jemi të fortë, gjithë kemi forcën për të përballuar gjërat. Por ajo është një memorie, është një program, është i instaluar në kompjuter. Dhe ai program aktivizohet vetë. Domethënë ti thjesht mjafton të shohësh një fytyrë edhe aktivizohet programi. Ti thjesht mjafton të dëgjosh një muhabet që dikur e ke dëgjuar dhe të aktivizohet programi. Ti mjafton diçka, është një sinjal, besoj që keni parasysh vetë komplet atë sinjalin. Cili është sinjali që ju aktivizon? Mendoni, po ju bëj një ushtrim, sepse duaj që ta bëjmë bashkë të pjesën. Mendoni një ushtrim. Ky është një ushtrim, domethënë mendoni cilat janë ato momente që juve për shembull ju aktivizojnë gjendjen e stresit. Dhe në ato moment komplet gjithë reagimi i brendshëm që juve ju ndodh është një program në amigdal. Domethënë në këtë moment amigdala është model. Domethënë edhe një herë çfarë ndodh? Nga e shohim, e dëgjojmë një stimul, një diçka mund të jetë çdo lloj fjale, çdo lloj muhabeti. Dhe ti në një farë mënyre e kalon, e kontrollon. Nuk është me qesen e bukës, po secili ka atë qesen e vet të bukës. Mundeni që ta mendoni vetë, domethënë kush është qesja juaj e bukës, është sepse gjithmonë është diçka me të cilin
dikush tjetër kapet me ju, edhe kjo është memoria brenda jush. Dhe pastaj kjo kalon në korteks, e mendon, ti e percepton dhe e percepton si rrezik. Hapi i dytë është ti e percepton si rrezik. Vetë perceptimi i kësaj gjëje që ti tani je në rrezik, që jeta jote është në rrezik, i tregon trurit, domethënë i tregon korteksit që vrapo zhytu në amigdal sepse je në rrezik. Dhe kjo ka modelin e vet. Aktivizon anktin, aktivizon stresin dhe të gjitha gjërat, domethënë që ne i dim shumë mirë. Dhe zgjidhja e kësaja është që ne të krijojmë një model të ri. Domethënë është shumë e rëndësishme që të më dëgjoni, të dëgjoni këtë pjesën. Zgjidhja është që ne të krijojmë një model të ri. Modeli i vjetër nuk na shërben më dhe nuk mundemi dot që të veprojmë me modelin e vjetër. Ne kemi nevojë që realisht kemi nevojë që të krijojmë një model të ri. Dhe modelin e ri e krijojmë me riprogramim. Riprogramim të sistemit nervor. Dhe si riprogramohet sistemi nervor? Sepse dhe kjo ka të bëjë shumë domethënë me pjesën e ankthit, me pjesën e stresit, mënyrën se si ne i përballojmë situatat. Riprogramimi i modelit të reagimit të amigdalës është shumë e rëndësishme. E kam këtu. Atëherë çfarë ndodh? Duke qenë se amigdala ka atë programin e vet. Për shembull, ju thash mendoni të gjithëve një situatë, mënyrën se si reagoni. Për shembull, nëse dikush ju akuzon për diçka, ju kritikon, cili është reagimi brenda jush? Dhe atë reagim brenda jush, në këtë moment, mund ta bëni ose duke shkruar, ose duke e bërë me mua tani në këtë çaste. Në atë çast, në atë moment, mendoni dhe vizualizoni veten sikur jeni duke vepruar ndryshe. Pra, ai moment, ai çast kur juve janë duke ju kritikuar, jeni duke ndjerë komplet ato ndjesitë, domethënë brenda jush që nuk janë të mira. Në këtë çast, në këtë moment, ndjejeni që ai reagim, ai veprim i jashtëm, në të vërtetë nuk ju shkakton atë shqetësim të brendshëm, por është duke ju shkaktuar paqe. Ti je duke vepruar ndryshe. Ti je duke marrë frymë thellë, me bark, ti je duke perceptuar ndryshe atë situatë, ti je duke e ndjerë veten komplet ndryshe, ti je duke e ndjerë fuqinë që po të vjen, sa më shumë që ti po e shikon veten në atë situatë, aq më shumë po të vjen fuqia. Ndjeje sa më shumë që merr frymë dhe ndjeje trupin tënd, ndjeje të gjitha qelizat e tua që po marrin fuqi, po fuqizohen dhe po forcohen moment pas momenti. Ti në këtë moment je i sigurt dhe e mbrojtur dhe asnjë gjë nuk ndodh. Është thjesht diçka që dikush po përpiqet të komunikojë me ty. Thuaj vetes, ky është thjesht një komunikim normal midis dy njerëzve. Është thjesht një komunikim normal midis dy njerëzve. Dhe ndjeje veten që ti po fuqizohesh, po forcohesh gjithmonë më shumë dhe në atë moment realisht do e kuptosh që komplet gjithë reagimi më parshëm ishte iluzion sepse ishte reagim nga e kaluara, ishte programim nga e kaluara. Pra, kjo quhet rishikim total, domethënë komplet rishikim i asaj situate. Dhe kjo është mënyra se si ne e riprogramojmë. Pra, ti ke një program se si reagon kur dikush të kritikon për shembull, ke një program që ti nuk e do më ta kesh atë program, por ta aktivizosh se s'ka çfarë të bëj, s'ka programe të tjera. Kështu që ne do i krijojmë programin tjetër. S'ka kusht nuk ka kusht të na e krijoj. Dhe këtë do e bësh, mund ta bësh 5 minuta çdo ditë, për shembull, rishikon situatën dhe e mendon, e ndjen veten se reagon ndryshe. E shikon veten duke reaguar ndryshe, duke i folur ndryshe këtij personi. Ose në qoftë se ju jeni në një nxeheni shpejt ose ziheni shpejt me partnerin, kisha një pyetje që si t'ja bëj sepse unë zihem shumë kollaj me partnerin. Atëherë imagjinojmë veten në një situatë që je zën me partnerin, imagjinoj veten në atë situatë, imagjinoj si ka nisur komplet diskutimi dhe imagjinoj veten duke vepruar ndryshe.
si do doje ti të veproje në ato raste. Tregoj mendjes tënde se si do doje ti të veproje dhe vizualizoje veten, shife veten tënde, si je duke vepruar, si je duke u ndjer, si je ti duke shprehur, domethënë, nevojat e tua. Dhe në qoftë se herën e parë të dytë nuk e bën dot, nuk ka problem. Ky është një ushtrim që bëhet për 21 ditë. Pra çdo lloj programi i ri që ne instalojmë në mendjen tonë, në trurin tonë, do 21 ditë që të ketë efekt. Dhe kjo faktikisht është një nga ushtrimet më të mira. Dhe të gjitha ushtrimet, për shembull, që ju kam dhënë për ankthin, është shumë interesante sepse ushtrimet për ankthin nuk mundeni që t'i bëni në çastin që ju kap ataku i panikut. Por pa e provuar më përpara, pa e stërvitur veten më përpara. Pra, të gjitha ushtrimet që ju kam dhënë për ankthin, keni nevojë që ta riprogramoni veten në ato momente kur ju jeni mirë. Domethënë, në ato çaste kur ju ndjeni mirë, në ato çaste kur ju ndjeni rehat, në ato çaste është momenti që të riprogramoni veten. Domethënë, neve nuk e riprogramojmë veten kur jemi keq. Domethënë, kur je keq, je keq. Domethënë, thjesht do e ndjesh atë, do e pranosh veten, edhe për pranimin e vetes, për pranimin e atakut të panikut do flas pastaj, do them dhe një teknik për tu çliruar nga ataku i panikut. Është pikërisht pranimi, domethënë, sepse un kam pasur situata të tilla dhe ajo që do t'rregoj se çfarë kam bërë. Kështu që ajo që ne bëjmë për të kaluar stresin është që të riprogramojmë veten në ato momente kur ne jemi mirë, në ato momente kur ne jemi realisht në energji shumë të mirë, jemi të lumtur, të gëzuar, të qetë, të paqët, se ka momente të tilla. Nuk është se ne 24 orë jemi komplet down. Edhe sikur, domethënë, të jemi shumë keq, prap ka momente gjatë ditës që ti ndihesh mirë. Në ato momente gjatë ditës që ti ndihesh mirë, realisht vrapo merr një letër, merr një fletore dhe shkruaj si do doje ti të sillesh me veten tënde. Si do doje që ti të flisje vetes tënde kur je keq. Si do doje ti të reagoje në ato lloj situata, komplet shkruaje ose imagjinoje. Dhe kjo është mënyra se si ne faktikisht riprogramojmë veten. Pra ne e riprogramojmë veten kur ne ndihemi mirë, kur ne ndihemi në paqe, qetësi, dashuri, mirëkuptim me veten tonë. Dhe janë pikërisht ato çaste që ne mundemi ta ngrejmë veten. Ti themi vetes që okay, në rregull. Tani jemi mirë, jemi në paqe, jemi në rregull, jemi shumë mirë. Po, si do sillemi me veten tonë kur të ndihemi keq? Si do sillemi? Si do sillesh ti me veten tënde kur të kesh situata stresuese, kur të kesh situata kur jeta, domethënë, të ketë momente, se ka momente. Si do sillesh? Kjo është riprogramimi. Dhe thoj vetes, unë do të mbroj, do të mbështes, do jem aty për ty. Dhe premtoja vetes këtë gjë. Si do jesh ti në ato çaste? Se ne ndonjëherë në çaste që jemi mirë, harojmë, jemi mirë edhe shijojmë, dhe kjo është gjë shumë e bukur, domethënë shumë mirë që ne shijojmë kur jemi mirë, po kur je mirë, është një gjë, domethënë, është një shprehje, paqja shërben për të përgatitur për luftën. Dhe kështu që paqja shërben për të mprehur shpatën, për të bërë gati për çaste, domethënë, kur të kemi sprova, sepse jeta ka, domethënë, momente ulje, ngritje, nuk është se ne po përpiqemi të jetojmë plotësisht në lumturi absolute, edhe pse ajo, është e mundur, po është e mundur në çastin që ne i pranojmë jetën ashtu siç është. Dhe nga ajo pikë ne fillojmë krijojmë. Nuk mundemi që të themi nuk e dua këtë gjë, nuk e dua atë gjë. Thjesht duke thënë nuk e du këtë, nuk e dua atë, ti e shtyn jetën tutje, e sforcon veten, e sulmon veten. Ajo që ti thua, unë nuk e dua këtë gjë, realisht është sulm ndaj vetes tënde. Do thënë nuk e dua këtë lloj ndjenje. Ne kemi nevojë në një farë mënyre ta pranojmë veten plotësisht. Dhe të jemi aty për veten tonë, ta pranojmë plotësisht për atë që jemi. Të jemi plotësisht të hapur ndaj çdo lloj ndjesie që kemi për veten tonë. Dhe do thosha diçka për pjesën e ankthit, tani si mundemi që të kalojmë një atak paniku. Unë faktikisht nxora dhe një video me një ushtrim për të kaluar në atakun e panikut dhe për
ajo ishte faktikisht me aktivizim të nervit vagus, që për të tejkaluar atakun e panikut vendosje duart në këtë lloj forme njëra mbi tjetrën dhe i vendosje mbi kërthisë, mbi bark, edhe komplet domethënë vëmendjen tënde, vëmendja jote fokusohet te 3 gjëra. Fokusohet te frymëmarrja, te kalimi i frymës në rrugët ajrore, fokusohet tek duart, tek pjesa muskujt, lëkura, lëvizjet e duarve, fokusohet te lëvizjet e barkut. Kur merje frym, e ndjen që rritet barku. Dhe kur e liroj frymën, ta ndjesh që ulet barku. Pra vëmendje te frymëmarrja, te lëvizjet e barkut dhe te lëvizjet e duarve. Komplet vëmendja atje. Po është dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm. Dhe është elementi më i rëndësishëm që nuk duhet haruar. Dhe kush është elementi më i rëndësishëm për të tejkaluar një atak paniku? Është që mos ta luftosh. Mos të kërkosh që jo, nuk e dua. Sa më shumë që ti thua nuk e dua këtë gjë, ajo aq më shumë vjen. Pse? Dhe prandaj ju a shpjegova me amigdalen. Kështu funksionon truri jonë. Nëse ti je në një gjendje të keqe, edhe thua nuk e dua, po në një ndjenjë domethënë viktimizimi dhe çfarë ndodh me trurin ton? Me trurin ton ndodh kështu. Amigdala është plotësisht aktivizuar në ato çaste. Plotësisht aktivizuar, sepse kjo është pjesa e trurit që ne na tregon se jemi në rrezik. Dhe truri dhe i gjithë trupi jon mendon se ne jemi në rrezik. Dhe çfarë bën ti kur thua nuk e dua gjendjen e ankthit, ti e shton akoma më shumë. E shton akoma më shumë perceptimin e trurit që je në rrezik. Pra ti duke thënë që nuk e dua këtë gjendje të atakut të panikut në ato çaste, duke u shqetësuar gjithmonë më shumë, ti i tregon trurit se ka të drejtë. Ti i tregon trurit se po, vazhdo, shqetëso akoma më shumë, po, vazhdo, dhe e bën atakun e panikut që të vazhdoj akoma më shumë. Pra realisht është diçka shumë fiziologjike. Dua ta shpjegoj tamam se nuk dua që ta them diçka dhe pa bazë. Pra vërtet, domethënë, kur themi që nuk e dua atakun e panikut, dhe që kur ti e lufton, ti shton sinjalit amigdala, shton komplet, domethënë, luftën e brendshme të trurit. Dhe truri mendon që vërtet kjo qenka në rrezik, kjo qenka në rrezik, tani unë duhet të mobilizoj të gjitha forcat e mia dhe akoma më shumë, bjerë akoma më shumë. Kjo domethënë, ki e parasysh, kur të kesh atak paniku, kur të kesh ankth, e vetmja gjë që mundesh të bësh në ato çaste është i thuash vetes jam i sigurt dhe i mbrojtur dhe ta lejosh. Kjo është metoda, realisht domethënë kjo është metoda. Është një metodë që quhet flooding në anglisht, dhe çfarë është flooding? Janë ato valët e detit që të mbulojnë krejt. Dhe çfarë do bëni në ato momente, përveç ushtrimeve që ju thash, do uleni aty ku qëndroni të ulur, aty ku ju kap ataku i panikut, dhe të dyja këmbët, kur të kap ataku i panikut, faktikisht ke një ndjenjë që duhet të vraposh, do të ikësh, jo, mos vrapo, mos lëviz në asnjë vend. Ajo që duhet të bësh është vendosi këmbët në tokë dhe ndjeje sikur ke veshur çizme prej allçie. Tamam çizme, domethënë çizme të rënda allçie, dhe këmbët e tua nuk lëvizin dot dhe janë komplet të ngjeshura dhe janë të ngjitura në tokë. Dhe në atë moment do ta ndjesh që ti je në det, domethënë je në bregun e detit. Je në bregun e detit, je ulur në bregun e detit dhe nuk lëviz. Domethënë këmbët e ke çizme allçie, komplet të zhytura domethënë aty në rër dhe nuk lëviz. Dhe do ta ndjesh veten komplet të domethënë, mendoje që je në një situatë, thoj vetes, jam i sigurt dhe i mbrojtur. Jam në det, jam në plazh. Nuk më ndodh asgjë. Thoj nuk më ndodh asgjë, jam i sigurt dhe i mbrojtur, nuk më ndodh asgjë. Dhe do e lejoj. Unë do e lejoj komplet të gjitha këto shenja, do i lejoj komplet të gjitha këto ndjesi që mua po më vijnë tani, do i lejoj si dallgët e detit. Dhe ndjej ato ndjesi dhe vizualizo dallgët e detit, komplet ndjeje në vizualizim, sikur ato po vinë si dallgët e detit. Dhe ndjeje që thjesht po të shplajnë trupin si dallgët e detit. Dhe ndjeje brenda teje, thjesht si dallgët e detit. Thuaj vetes që kjo do kaloj,
jam i sigurt, jam i mbrojtur dhe kjo do kaloj. Dhe unë e lejoj gjithsesi të rrjedh në trupin tim. Dhe imagjinoj komplet, domethënë të gjitha ato kimikate, janë kimikate komplet domethënë të trupit. Imagjinoj që pastrohen dhe lirohen dhe çlirohen nga trupi jot, po lejohem me një ndjenjë që unë e lejoj. Dhe çfarë bën ti faktikisht kur thua unë e lejoj? Ti kur thua unë e lejoj, i tregon trurit, i tregon sistemit të nervor që s'është nevoja të aktivizohesh daj shumë, s'është nevoja të qëndrosh në amigdal, ikën sinjalet, ngrihesh lart dhe shkon te korteksti. Truri thot, okay, në rregull, kjo që ka e sigurt, kjo që ka e mbrojtur, kjo që ka ndet, po ndjen dallkët e detit, nuk po lëviz, nuk po vrapon, po thot jam i sigurt, jam i mbrojtur, kjo po e lejoka. Okay, në rregull, kjo po e lejoka, të gjitha ato ndjenja që ti vijnë. Kështu që në momentin që ti je duke i lejuar, qetësohet sistemi nervor. Fillon të aktivizohet vagusi. Ngrihesh në ndërgjegje. Edhe fillon komplet domethënë që aktivizohet korteksti. Dhe në momentin që ti aktivizon domethënë kortekstin, aty ja ke dal. Aty ja ke dal plotësisht. Dhe ta siguroj domethënë që edhe mund të mos të ndodhë më fare. Madje edhe mund të çlën atë çast, domethënë, realisht edhe mund të mos të ndodhë më fare. Pa arritë ta bësh të ushtrim, ta bësh tamam, i dërgon një sinjal shumë të fuqishëm trurit që nuk ka nevojë më të shqetësohet për këto gjëra. Edhe sikur të ndodh më ti e di se si të reagosh, edhe do jetë shumë herë më e shkurtër, do kaloj shumë shpejt. Domethënë kalon direkt. Në momentin që ti i thuaj këtë informacion, domethënë ajo kalon shumë shpejt. Atëherë më falni për pjesën e mesazheve dhe përgjigjeve. Unë përpiqem faktikisht që të përgjigjem, por thjesht është e pamundur, sepse për të gjithë ata që nuk më njohin, jam mjeke, punoj edhe në fakultet dhe është pak e vështirë që ti kalosh domethënë të gjitha mesazhet, prandaj dhe po përpiqem që komplet